Vite jo të përfundon të kështu. Të motrës time aktiviste, se cili prej tyne thjesht aktivist LDK-s, pa asnjë pozit, pa asnjë interes. Sonte e kam përbërsh m'ja u shpjegu krejt aktivistave të LDK-s në krejt Kosovën, që unë nuk kam tradhtu dhe që nuk kam vepru kokën veti. Kjo marrëveshje ka ardhur kësaj. Më ka shkruar kryetari i LDK-s dhe më ka pyetur, Gjaf, a keni ndonjë ofertë për bashkëpunim në Vushtrri? I kam thënë, ju kam përgjigj, po kryetar, kemi ofertë nga lëvizja vetëvendosje. Mu ka përgjigj, a mundeni me fitu? I kam thënë, po kryetar, në bazë të numrave, që janë, ne jemi 1400 vota përpara nëse jemi në koalicion. Nëse na bashkohet edhe nisma, bëhemi mbi 2000 vota më shumë se PDK-ja aktualisht. Prandaj mundemi me fitu. Dhe ja kam shpjeguar parimet e koalicionit. Ku kam thënë se në këtë marrëveshje, thjesht ndrohen rolet që LDK-ja dhe vetëvendosja kanë pasur në 2017, ku vetëvendosja na ka mbështet në Vushtrri për qeverisjen dhe për fitu mandatin e LDK-s për herë të parë. Pra, thjesht veç e kemi ndru rolet. LDK-ja merr 50% të drejtorive nën kryetarin dhe përfshihen 4 pikat programore që ju thash që janë tepër të rëndësishme. Dhe i kam shpjeguar kryetarit LDK-s qartë pse kjo marrëveshje është stabile në kuvend komune, sepse 8 asamblesë të vetëvendosjes, 7 të LDK-s bëjnë 15, na duhet vetëm dhe një numër për bërë 16 që është shumica për me qeverisë kuvend komunës. Dhe e kam shpjegu që nuk kam asnjë ofertë për PDK-n dhe as që kam interesim që të qeverisim me PDK-n në Vushtrri. Më ka thënë, a mundesh me fol për një qytet tjetër? Cilin qytet? Konkretisht për Suhareken. Dhe kam thënë, nuk di a muj me fol, por të njoftoj. Në këtë moment kam takuar Albin Kurtin të shtunën në ora 7 mbrëmje. Sepse kjo punë ka histori. Ti kërkove